Atëherë problematika që kam shqyrtuar, domethënë që ta shpreh mes jush sepse institucionet nuk është se më ofrojnë një zgjidhje, ndoshta në këtë mënyrë mund të reagojnë. Atëherë që fillojnë që nga IMKMT në Tiranë, IVMT Sarandë, Bashkia e Sarandës, Policia e Shtetit, nuk më ka marrë për konsiderat, domethënë denoncimin që kam bërë disa herë, domethënë kam mbi 3 muaj, më sërollasin. Ky ndërtim ka vite që është bërë, ndërkohë që në një objekt të palegalizuar, zoti Bilbil Haruni që ka kryer këtë ndërtim nuk lejohet absolutisht. Mbi të gjitha ne jemi në një objekt mes dy pronarësh që jemi në konflikt. Me pak fjalë mund të them që ka të bëj korrupsioni në këtë mes. Sot isha në zyrat e IVMT, më përcollën sigurisht, asnjë zgjidhje. Është ndërtuar, nuk kemi çfarë të bëjmë thonë, ndërkohë është thjesht absurde që mos të marrë një përgjigje të më përcjellin mua duke thënë që nuk mund të bëjmë asnjë gjë, ndërkohë që këtu po prishin shtëpi që janë mbi 30 vjet edhe nuk mund të prishin një shtesë me llamari me këmbë hemkuri, e kupton? Okej. Tani për ta sqaruar për publikun. Po. Çfarë rrezikon kjo ndërtesë? Dhe çfarë ju kërcënon juve? Sa banor jeni? Mua më prish pamjen në radhë të parë, sepse është objekt në sherr, në konflikt të herpashershme. Ky ma kërcënime të herpashershme nga Çfarë lloj kërcënimesh? Si kërcënime? Na ngacmojnë gjithmonë me ofendime, marrin në ujë, na hedhin nga oborri jonë, vjen Bilbil Haruni me të birin mbas shtëpisë tonë për të goditur bashkëshortin tim, kam edhe regjistrime. Doja t'ja tregoja edhe policisë së shtetit si provë, gjë që nuk ma mori fare për bazë. Në momentin që erdhëm për të bërë share, mora 129-ën dhe përgjigja e tyre qesharake, zgjidheni mes jush se jeni vëllezër, është turp të bëjmë neve këtë ndërhyrje. Atëre, Pra, juve me zotrin që keni konfliktin, jeni të afërm? Po, vjeri ime ka vëlla. Juve, çfarë thirrje keni për institucionet? Të reagojnë, të merret për konsiderat domethënë denoncime që unë bëj të herpashershme, sepse më kanë injoruar gjithmonë. Edhe për disa punime të brendshme që ka bërë për oraret e punimeve, ka marrë policinë bashkiake, më thonë jo po ka ndaluar. Tërë ditën kemi qenë në mes të ftohtit për jashtë sepse nuk mund të jetonim në shtëpinë tonë. Nga zhurmat e mëdha që shkaktonin riparimet që bënte Bilbili në ambientet e brendshme. Domethënë oraret nga mëngjesi deri në 10 të darkës mund të kenë vazhduar. Pyetjet fundit, juve në vazhdim të qëndrimit në atë shtëpi pranë zotit Bilbil, a ndiheni të kërcënuar? Patjetër, gjithmonë, çdo ditë mund të them. Janë shumë provokues si familje, provokojnë që domethënë gabimin ta bëjmë neve, se para disa ditësh bërën një ngacmim ndaj bashkëshortit tim dhe për këtë arsye bëri mbi 10 orë paraburgim bashkëshorti im për fajin e atyre, sepse na provokuan nga mbi nxehtësia, u tregua impulsiv bashkëshorti dhe vajti u grisi atë rjetën që ka bërë mbulimin e balkonit, na kallëzuan sikur bashkëshorti bëri domethënë kërcënoi në pronën e tyre. Quhet dhunim ndaj pronës, sipas policisë. Dhe në momentin që ata bëjnë me që ka e gatshme të marrë bashkëshortin tuaj dhe ta fusi brenda se grisi një mbulim që është mbuluar një pronë, a ka vërtetuar që prona është që po ndërtohet është e ligjshme apo jo? Kryq që është e paligjshme, po në këtë shtet që jemi e merret për e ligjshme. Pas ka leje zoti Bilbil të bëjë ndërtim në objekt të palegalizuar. Gjë që un kam letër nga bashkia, nenet, ligjet, çfarë numri ka që nuk duhet bërë ky ndërtim ose lejohet të bëhet ky ndërtim. Mirë, unë falenderoj që e bët publik rastin edhe shpresoj shumë që të gjeni zgjidhje. Ju faleminderit juve që po e merrni parasysh këtë problematik. Shpresoj që institucionet të zgjohen nga gjumi dhe të mbyllin xhepat, portofolat, mjaft korrupsionit, se jemi në vitin 2025 edhe është turp të vijun në dyert
e zyrave dhe të kërkoj të drejtën time dhe mos më merret parasysh. Është turp. Në cilin vend është Godina për të orientuar? Domethënë kjo që ju shqetëson. Atëherë është në qendër të Ksamilit. Është në qendër të Ksamilit, në rrugë nacionale Sarand Butrind. Godina numër 4, lagja numër 3.